Që prej të hënës dhome avokatisë, Gjirokastër ka pezulluar pjesëmarrjen në proceset penale, duke u bashkuar bojkotit të shpallur nga Komiteti Drejtues i Dhomës së Avokatisë së Shqipërisë. Kreu i kësaj dhome në Gjirokastër, Arjan Sotiri, në një prononcim për RTS-n, theksoi se ndonse avokatët janë të ndërgjegjshëm për rëndësinë e shërbimit që ofrojnë ndaj qytetarëve. Ky veprim është i domosdoshëm për të adresuar shqetësimet serioze lidhur me ushtrimin e profesionit dhe respektimin e të drejtave procedurale. Avokatët do bojkotojnë vetëm çështjet penale, ndërsa për masat e sigurimit dhe për çështjet civile gjykimi do të vazhdojë. Ky bojkot ka bërë që të mos zhvillohen gjykimet penale, qoftë ato të vendimeve të pushimit, qoftë me të pandehur të lirë, qoftë dhe me të arrestuar. Ky bojkot do të vazhdojë deri në datën 25. Se arsyeja e bojkotit nuk është nxjerrja e avokatit, por është mbrojtja e të drejtës të avokatëve dhe të qytetarëve në proceset gjyqësore përballë palishmërisë të oficerëve të policisë gjyqësore dhe të prokurorëve. Duke cënuar figurën e avokatit, gjithashtu cënohet një nga shtyllat e gjykimit, që është barazia e armëve dhe mbrojtja efektive në gjykim për të pandehurit. Ndërkaq Sotiri theksoi se themelore është dhënia e shërbimit ndaj qytetarëve, çka po i penalizon edhe ata. Është herë e tretë që avokatët kalojnë në një bojkotim total. Herë e parë është 2 mujori për hartën gjyqësore, ku avokatët bën 2 muaj grevë për të kundërshtuar hartën skandaloze gjyqësore dhe koha që kaloi rreth 2 vjet e gjysmë, mendoj që u ka dhënë të drejtë avokatëve. Aktualisht avokatët, ne sidomos jemi dhe rreth i largët nga Tirana, për të mbrojtur qytetarët dhe në pranë gjykatës së apelit në Tiranë, ku aktualisht po zhvillohen vetëm gjykime me të arrestuar dhe masa sigurimi, dhe pranë gjykatës administrative në Lushnjë. Pra kemi të bëjmë me defekte të sistemit që çalon shërbimi gjyqësor. Dhe aktualisht në gjykatën e Gjirokastës, dosjet civile pothuajse kanë mbet stok, përveç zgjidhjes së martesave, konfliktet e pronësisë dhe konfliktet e tjera kanë mbi 5-6 vjet pa u gjykuar. Dhe mendojmë që nuk është pengesë kjo grevë 5 ditore për reagim të avokatëve, por pengesë ka sjellë mos eficienca e sistemit, mungesa e gjyqtarëve dhe gjithashtu mbyllja e disa gjykatave, se duhet që të kujtojmë për qytetarët që gjykata e rrethit gjyqësor Gjirokastër mbulon rrethet Gjirokastër, Tepelen edhe Përmet. Burime nga gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Gjirokastër bëjnë me dije se rreth 100 çështje të planifikuara për ditën e hënë dhe të martë janë zhvilluar. Në rastet kur ka pasur kërkesa për shtyrje, seancat janë zhvilluar sipas parashikimeve procedurale.